por nuk jam kundër nëse njerëzit e përdorin TikTokun me vot famshëm. Pse po e them këtë pjesë? Po e them që është mirë nëse e përdorin TikTokun për me u bë të famshëm, sepse kemi plot artista të ri, edhe pikërisht po du mu ndalë te kjo, që ndoshta e kanë gjetë që përmes TikTokut apo përmes këngëve apo videove virale kanë një zot mrekullueshëm, edhe që kanë plot miq të tillë, pra që kanë arritur që përmes TikTokut edhe me kriju një famë. Nuk është çdo gjë negative që shfaqet në TikTok. Gjërat që përdoren edhe në jetën reale, gjërat që përdoren jo vetëm TikTok, që përdoren edhe rrjetet tjera sociale. Ndoshta edhe artistat, figurat publike që kanë kogja madje këtu do më ndal pikërisht te pjesat që sepse gjithë përmendën që është një famë përkohësisht që unë nuk pajtohem, sepse nëse ti qëndron vazhdimisht me postun TikTok edhe e ke audiencën tënde, shpesh kjo vlerësohet edhe secili në TikTok e zgjedh çka don ti me shikues se çka jo. Edhe nëse ti e shikon apo në këtë rast audienca e shikon, pse ti duhesh me gjyku çka del në TikTok? Mund është thjesht me largu. Për çka nuk pajtohem te fëmijët që shikojnë TikTok, që nuk është në rregull, po prap këtu nuk është përgjegjësi e fëmijëve, me poshtë përgjegjësi e prindit për m'ia largu telefonin kur shep për mbajtje apo diçka tjetër, m'ia largu TikTokun. Nuk është përgjegjësi e fëmijëve apo e atyre që postojnë. Po atëherë pse ndodh kjo për